Edi Rama, me emrin e mamas së tij dhe vllaut të tij, në bashkëpunim me kushëritë e tij, i kanë bërë shtetit dhe kishës ortodokse shqiptare duke i grabitur 224.000 metër katror tokë nga në të çmuarat. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe familjarët të tij për rrëmbimin e 24 hektar tokë të kishës ortodokse në zonën e kanjonit të Gjipes. Në një konferencë përshtyp nga Selia Blu, Berisha deklaroi se kjo grabitje është një nga taçkitjet më të mëdha me pasoja serioze kombëtare dhe ndërkombëtare. Sipas Berishës, kjo plonë e cila ndodhet në një prej kanjoneve më të bukura në botë, është përvetësuar nëpërmjet falsifikimeve dhe vendimeve të palishme, ku ka qenë i përfshirë dhe kreu e arkivave Ardit Bido. Ai theksoi se nuk ekziston asnjë dokument kadastral që të veprojë se toka i përket njërit nga familja e Ramës apo dhe të afërmve të tij. Sali Berisha përmendi dhe investigimin e gazetarit Arman Maho, i cili sipas tij ka zbuluar mekanizmat e manipulimit dhe mënyrën se si është realizuar ky përvetësim. Ai akuzoi autoritetet për fshehjen e dosjes dhe për vendime gjyqësore të falsifikuara, duke përmendur raste në vendime të vitit 2003, janë paraqitur si në vitin 2013. Në deklaratën e tij, Sali Berisha nënvizoi se prona në fjalë shtrihet në afërsitë e manastirit të Skutaris, si dhe është një ndër zonat më të bukura të Bregdetit shqiptar. Ai tha se në këto toka janë ndërtuar fshatra turistike pa leje, duke përfshirë dhe investime të biznesmenes Vilma Nushi, të cilën e përmendi si pjesë të këtij rrjeti përvetësimi pronash. E në fund Berisha u shpreh i bindur se ky është një skandal i madh, por theksoi se mediat kryesore po censurojnë këtë çështje. Ai akuzoi qeverinë për kapjen e drejtësisë dhe për përdorimin e institucioneve shtetërore për të mbuluar këtë aferë. Njeriu më i shkolluar i tyre që Edi Rama e quajtur në kartolinat e vitit 3 Baba Pilua, në memorjet e tij të publikuar nga vajza, dëshmon se ajo ishte një familje varfër. E kuptoni ju? Një familje varfër me 24 hektar tokë nuk ekziston kund në botë. E në përfundim ai falenderoi gazetarin Mao për investigimin dhe u shpreh se do të vazhdojë të denuncojë këtë çështje deri në zbarjen e plotë të saj.